Mi mbrëma të nderuar zonja dhe zotri, mi mbrëma të dashur miq. Ja ku po takohemi sonte sërish së bashku për të ndarë me ju një histori shumë të dhimbshme. Bëhet fjala për historinë e Vjosës, një vajzë e cila ka sakrifikuar shumë në jetën e saj, por më së shumti për të në këtë pikë kanë sakrifikuar familjarët e saj, që nuk është mami dhe babi apo prindërit, por është vjera dhe kunata e saj së bashku me bashkëshortin. Përshëndetje Tiranë, unë që po shkruaj jam Vjosa. Vin nga një zonë e Shqipërisë. Jam jugore, por me vite të tëra jetojmë në Angli. Unë jam martuar me bashkëshortin tim që në moshën 16 vjeç. Jemi dashuruar shumë me njëri tjetrin në Shqipëri, dhe që në moshën 14 vjeç, ne kemi lidhur shpirtrat tanë. Është e pabesueshme për ta treguar, por është e vërtet. Nuk jam as e para as e fundit që kam dashuruar aq herët. Por e kam bërë timatin të ndjehet krenar, sepse nuk jam mora fytyrën, por përfundova me djalin të cilin unë e doja. Historia ime është shumë e dhimbshme dhe shumë e pabesueshme. Nga i njëri që unë kur nuk e kam menduar që do të më dilte në krah, unë mora të gjithë mrekullit që Zoti më ofroi. Në shumicën e videove dëgjoj marrëdhëniet e prishura që ka nusja me vjerën. Në shumicën e rasteve dëgjoj luftën që po ndodhen mes vjerës edhe kunatës. Por historia ime është shumë e bukur. Ka një forcë brenda saj dhe ka një sakrifis që askush nuk do ta bënte. Kur unë vajta 21 vjeç, u diagnostifikova nga një sëmundje shumë e rëndë. Sëmundjen e veshkave. Veshkat e mia duheshte patjetër që të futen në një transplant. Por me ndihmën e madhe të mjekëve në Angli, unë arrita që të shpëtoj veshkët e mia dhe u shërova pa problem. Pas një viti e gjysmë trajtman, unë dola që të isha në rregull me shëndetin tim. Por, pjesa tjetër ishte pjesa ku unë duheshte të sakrifikoj në rikthim të shëndetit tim. Vjera ime çdo ditë luftonte që unë të isha sa më pranë saj. Dhe kjo e bënte punën që unë në fakt të mendohem më shumë se çfarë do të ndodhen me fatin tim. Rash në depresion shumë të thellë. U mërzita shumë. Po vuaja për shëndetin tim, por fati ishte i madh që unë veshkët i shpëtova me trajtime dhe me dializën e vogël që unë bëra, edhe përfundimisht në atë drejtim ja dola. Financiarisht u shpenzuam shumë, sepse trajtimet shumë të shtrejta, çdo ditë nëpër spitale, duke u munduar që të kërkoj shpresë, ndihmën, edhe pse bashkëshorti im punonte pandal. Baba im nuk është se kishte kushte si në Shqipëri mo. I shkreti jetonte vetëm me një pension, dhe me atë pension mundoheshte të siguron të ardhmen për familjen e tij edhe për veten e tij. Pas një viti kur ne menduam që u qetësuam më plotësisht, unë fillova të ndjem shumë e lodhur. Ka qenë natë e martë, pasi hëngrëm darkë me burrin tim, më erdhi sikur mu erën sytë. I thash vjerës do iki të shtrije. Vjera ishte ajo që kujdeseshte për shtëpinë, për ushqimin, lante, shplante, hekuroste, të gjitha ajo i bënte. Unë isha thjesht si një mysafire që nuk prekja asnjë gjë me dorë. Im shoq më tha, nëse nuk ndihesh mirë, të lutem ik shtriu, ti e din që të paktën një herë 2 vite, duhet të pushosh shumë derisa të rimarrësh veten. Dhe unë kështu bëra. Ika ushtriva, thash të pushoj pak, e më pas
të mundohem të rimarr veten. Por, duke u munduar që unë të çlodhem, edhe duke u munduar që të rimarr veten, 2 pika gjaku më dolën nga goja dhe po pastroja dhëmbët sepse ndjeva shijen. U trëmba shumë, thash çfarë po ndodh me mua. Por këtë problem unë u alash dhëmbëve të mi. Kur zgjohem nesër në mëngjes, buri kishte parë maicën me të cilën unë fshiva dhëmbët nga që ishte darkë dhe kisha përtim që të çohem. Dhe më thot se çfarë është ky gjak. I them punët e grave, nuk është se ka ndonjë diçka. Nuk ja vura shumë veshin, me thënë drejtën, këtyre gjërave, edhe vazhdoja për ditëshmërinë, sepse isha shumë e re. Në muajin korrik e kisha lënë që të kthehem tek babai im. Mezi prisja që të vinte vera që unë të kthehesha në Shqipëri. Babai nënën e kishte marrë malli shumë. Gjatë gjithë trajtimit tim, ato vetëm një herë patën fatin që të vinë, sepse edhe nuk i kanë mundësit, por edhe situata ime ishte shumë e ndërlikuar. Do vinte muaji korrik, do iknim së bashku me burin, me vjerën time, e cila kujdesej për çdo gjë për mua. Por, me një herë pas asaj nate, fill vetëm 4 ditë, mua më ra të fikët në banjo. Dhe me urgjencë më dërguan në spital. Kur arritëm në spital, doktorët më bën të gjitha kontrollat siç i bëjnë këtu në Angli. Edhe më thanë që puna nuk është jo e lehtë, por është shumë kritike dhe duheshte të bëj një test më të detajuar. Frika na kaploi të gjithëve, sepse sapo kishim kaluar një vështirësi që unë e pata, dhe gjitha kjo vështirësi mu bë duke neglizhuar një gur që unë e kisha në veshka. Pa pritur fare, shkuam tek mjeku am dhe i bëm të gjitha terminet për të bërë kontrolla. I bëm të gjitha kontrollat dhe në përfundim pas një muaji vrapimesh, herë në këtë spitale, herë në tjetrin, derisa ne u vërtetuam që i përfunduam të gjitha, arritëm të takohemi me mjekun ton dhe të kuptojmë se çfarë po ndodhte. Mjeku nxori një diagnozë të pabesueshme për ne. Unë po vuaja nga leuqemia dhe ishte në fillimet e mia. Për mua ishte një dram dhe një bombë shumë e madhe, por njëkohësisht edhe për bashkëshortin tim. Ndjesha në faj në veten time sepse po i fusja në situata njerëzit e tjerë. Dëshiroja të divorcohem dhe nuk doja që dikush të shpenzonte para ose kohën që e kishte më të çmuar për të më shëruar mua. I thoja vetes time ky ishte fati im dhe kështu unë do ta përballoj gjatë gjithë kohës. Nuk do të bëj më ndryshime në jetë. Më mirë është që këto të lirohen nga unë, se sa po kishim përfunduar nga një spital dhe do të fillonim me terapitë të tjera që këto ishin edhe më të rënda. Buri im thjesht më përqafoi në makinë dhe nuk foli gjë. Më tha mua, mos i dëgjo mjekët. Janë punët e Zotit dhe ne do bëjmë më të bukurën që ti e shtrenjta ime t'ja dalësh. Dhe unë ashtu qëllova, e shtrenjta e ti. Bashkëshorti im merrte një pak normale dhe vjera ime nuk punonte, por ishte kunata ajo që punonte. Filluam të bëjmë këtë trajtim, por ne si shtetas të huaj nuk e kishim privilegjin që kishin anglezët, dhe terapit, trajtmanet janë shumë të shtrenjta në Angli. Ditët po kalonin, vështirësia po rritej. Terapia ime po bështe edhe më e vështirë dhe tani më nuk luftonim, të paktën unë me veten time, për të shëruar veten, por kisha hallin se si kjo familje do të gjente lek. Anashkalonin gëzimin e tyre, anashkalonin shëtitjet, anashkalonin qefet, anashkalonin lukset, vetëm e vetëm që unë të bëhesha mirë, vetëm e vetëm që shëndeti im të kthehej aty ku ishte më parë.
Kur arritëm që unë të operohesha më dhe ky ishte operimi i cili mua do të më rikthente në pikën 0, operimi kushtonte shumë. Kushtonte 115.000 euro. Ishte e pabesueshme sepse aty përfshihej edhe akomodimi në spital, edhe shëndeti im dhe gjithçka që përfshinte sepse ishte një ndër spitalet më të mira private, aty ku edhe spitali shtetëror ne na drejtoi. Më kujtohet fytyra e burrit tim kur doktori ja ka thënë çmimin. Para ti vetëm i ka mbyllur syt dhe i hapi përsëri, ndërsa përballë fytyrës time ai buzëqeshi dhe e preku dorën time duke më thënë: "Mos streso. Unë do bëj gjithçka, ne të dy do t'ja dalim. Unë ty të dua." Dhe kur e do dikë, i qëndron sa më afër. Dhe kështu ndodhi. Ai së bashku me nënën e tij për 2 javë shitën shtëpinë në Shqipëri. Dhe lekët të cilët i morën nga shtëpia i përdorën për operimin tim. Unë nuk e dija. Im shoq më pati thënë që kam siguruar një punë shumë të mirë dhe në bashkëpunim me pronarin unë do të marr një kredit. Më pas atë kreditin do ta paguajmë avash avash. Besoj që Zoti do të na ndihmon sepse e marrim përshërimin tënd. Dhe kështu ndodhi. Lekët erdhën dhe ne vendosëm datën ku unë duhesht të operohem. Hyra në sallë, e kujtoj momentin e fundit me burrin tim, i cili thjesht më shtrëngoi dorën duke më puthur në dorë edhe duke më thënë: "Do t'ja dalësh. Do t'ja dalësh sepse ne kemi patur shumë ëndra. Ne kemi patur shumë thërime të shkruara në për letra që duhet i realizojmë. Dhe unë jam këtu me ty, së bashku me nënën time." Dhe në anën tjetër që vjera ime më puthi ballin edhe më tha: "Ti mos të mërzitesh fare, sepse ti edhe Zoti do bëni një mrekulli shumë të bukur." Dhe kështu ndodhi. Operimi im zgjati tetor. Dhe pas tetorësh unë isha në gjendje shumë të rëndë. Mjekët nuk ishin të sigurt në qoftë se unë do t'ja dilja dhe nuk dinin se çfarë të thonin. Prindërit e mi ishin në ankth të madh dhe burri im duheshte me patjetër të informonte në ditën e operimit. Ato e dinin që unë po vuaj nga veshkët, por nuk e dinin të detajuar situatën. Dhe burri im atë ditë i informoi. Përpos që paguajtën të gjithë operimin tim, paguajtën dhe udhëtimin e prindërve. Të paktën ato që jetojnë në Angli e dinë shumë mirë se sa kushtojnë biletat. Prindërit e mi kishin ardhur fill të nesërmen pas operimit tim. Pas një jave gjysëm, unë fillova të rimarr veten time. Ishte gëzimi më i bukur në familje. Ishte lumturia më e madhe që ne po kalonim. Ditët vazhduan, unë qëndrova 2 muaj e shtrirë në spital dhe vetëm po merrja terapi dhe po filloja një jetë time të re. Një epokë krejtësisht ndryshe. Bashkëshorti im punonte dhe vinte çdo ditë më vizitonte, ndërsa vjera ime flinte në përkarigjet e spitalit për të më qëndruar sa më pranë, për të më dhënë forcë, për të më dhënë jetë, edhe për të më dhënë atë dashurinë që mua më duhej. Edhe pse ajo nuk mund të më takonte, por atë 2 minutëshin e vogël e shfrytëzonte, të paktën kur unë dilja për në tualet. Pas shumë ditësh, unë u ktheva në shtëpi. E lumtur, mëse e gëzuar se kur. Kunata ime, motra e burrit, kishte bërë një darkë fantastike, edhe vjera ime që qante në krahët e mi, ajo më bëri një surprizë me prindërit, që prindërit të mi kishin ardhur edhe kishin kthyer përsëri, dhe pastaj përsëri kishin ardhur në ditën që unë do të dilja. Shtëpia ishte e mbushur me shumë dashuri, gëzime dhe hare. Po festonim e po kënaqeshim, sikur të rilindja edhe një herë. Edhe im shoq kur në jetë nuk ma tha atë të vërtet.
Tani pas 3 vitesh, unë e kuptoj se përse ne kur nuk shkuam në atë shtëpinë tonë në Shqipëri. Sepse unë në Shqipëri këtë verë do të kthehem pas 7 vjetësh dhe e kam kuptuar që vjera ime dhe buri kanë shitur pasurinë e tyre për mua. Kjo është një vepër që as nëna dhe baba im ndoshta nuk do ta kishin bërë kur. Në këtë letër dua të shkruaj faleminderit shumë që bët këtë vepër për mua dhe unë e di që Zoti do t'ua kthejë sërish. Unë do të vishem si një nuse, sepse këtë herë ne do të rimartohemi edhe një herë në Shqipëri pas të gjitha dhimbjeve që ne të dy i kaluam.